Me një kuti të vjetar druri, të fshehur në thellësitë e një dollapi që askush nuk e kishte hapur prej vitesh, familja gjeti diçka që i bëri të ngrinin. Ishte një listë e shkruar me dorë, me shkronja të driduara, ku ishin shënuar emra studentësh dhe shumë parash. Në fund të çdo rreshti, një shënim i vogël: mos t'i tuash askujt. Kjo listë e fshehur me kujdes nga vetë Neshmia Paqrami tregonte një të vërtetë që as burri i saj nuk e kishte ditur kurrë. Çdo shumë parash përputhej me një copë ari që kishte zhdukur nga kutja e saj personale. Çdo emër ishte një student i uritur në Prishtinë të viteve 80, kur buk nuk ishte as për familjet e tyre. Por pse një grua që kishte arritur majat e lavdis, që kishte çdo gjë që mund të dëshironte, do të shiste arinë e saj në fshehtësi? Dhe pse burri, njeriu më i afërt me të, nuk duhet ta dinte kurrë? Kush e detyroi ta mbante këtë sekret deri në frymën e fundit? Çfarë frike e mbante zgjuar natën duke numëruar copat e arit që i mbeteshin? Në fillim të viteve 80, Neshmia Paqrami nuk ishte thjesht një këndëtare. Ajo ishte një simbol kombëtar, një zë që bashkonte shqiptarët nga Shkodra në Prishtinë, nga Tirana në Tetov. Kur hynte në skenë, dritat e forta të reflektorëve e mbullonin si një aureol, dhe mijëra duar ngriteshin në ajër duke kërkuar vetëm një prekje të shikimit të saj. Fustani i saj i kuq, i qëndisur me fije ari të vërteta, shkëlqente kaq shumë sa njerëzit në radhët e para mbyllnin syt në shkëlqimi. Por askush nuk e dinte se ato fije ari nuk ishin thjesht dekorative. Ato ishin pjesë e një trashëgimie familjare, dhurata nga nëna e saj që i kishte thënë: "Kjo është siguria jote, vajza ime. Kur bota të kthehet shpinën, ari nuk të tradhton kurrë." Neshmia e mbante këtë këshill si lutje, duke ruajtur çdo copë ari në një kuti të vogël prej kadifeje të kaltër, të fshehur në sirtarin më të thellë të dhomës së gjumit. Burri i saj, Reçe Paqrami, një burr i rrept dhe me nder, nuk e dinte saktësisht sa ar kishte gruaja e tij. Ai e besonte atë plotësisht, por në kulturën e kohës, ari i gruas ishte çështje personale, një lloj pavarësie e heshtur që burrat e respektonin pa bërë pyetje. Kjo besë do të zhderohej në armën më të fortë të Neshmies për të bërë atë që zemra e saj e diktonte, pa frikën e gjykimit. Por lavdia e skenës kishte një çmim të fshehur. Pas çdo koncerti, kur tifozët largoheshin dhe dritat fikeshin, Neshmia mbetej vetëm me pasqyrën e dhomës së griminit. Aty, duke fshirë bojën e kuqe nga buzët, ajo shihte një grua që po pllakej më shpejt se sa duhej. Rrudhat rreth syve nuk vinin nga moshë, por nga netët pa gjumë, nga shqetësimi i vazhdueshëm për njerëzit që ajo i donte më shumë se veten. Në vitin 1981, kur ekonomia e vendit filloi të shkatërrohej si një shtëpi e goditur nga tërmeti, Neshmia filloi të merrte letra nga Prishtina. Letra të shkruara me shkronja të vogla, në letra të holla, që erdhën nga studentë që jetonin në konvikte pa ngroje, pa ushqim të mjaftueshëm, pa shpresë. Një prej tyre shkruante: "Zonja Neshmie, unë nuk po kërkoj lmosh, por nëna ime është sëmur dhe nuk mund të më dërgoj asgjë. Kam 3 ditë që ha vetëm bukë të thatë. Nëse mund të më ndihmoni me diçka, do t'ju jem mirënjohës për gjithmonë." Ajo e lexoi këtë letër 5 herë, dhe çdo herë syt i mbusheshin me lot. Nuk ishte lot keqardhje, por inati. Inat ndaj një sistemi që i linte të rinj të uritur, ndaj një bote që festonte suksesin e saj, ndërsa fëmijët e kombit vdisnin ngadalë nga neglizhenca. Atë natë Neshmia nuk foli me askënd. Priti derisa Reçep të flinte thellë, pastaj hapi sirtarin dhe nxori kutinë e kadifesë së kaltër. Brenda kishte 6 copë ari, 2 buzulik, 1 gjerdan, 1 pal vath dhe 2 unaza. Çdo copë kishte një histori. Buzulikët ishin dhurat nga nëna në ditën e dasmës. Gjerdani ishte bler me të ardhurat e para nga koncerti i saj i parë i madh. Vathat ja kishte dhuruar vetë Reçep në përvjetorin e 10 të martesës. Unazat ishin trashëgimi nga gjyshja që kishte vdekur duke ja mbajtur dorën. Por kur Neshmia i shikoi ato copë ari, nuk pa kujtime. Ajo pa bukë, pa dritare konvikti të ndezura natën, pa duar të reja që mund të ndërtonin të ardhmen e kombit nëse dikush u jepte një shans. Ajo mori buzulikët, i mbështolli në një copë pëllhure të bardhë dhe i futi në çantën e saj. Në mëngjes pa i thënë asgjë burrit, doli nga shtëpia me shfaqjen se po shkonte në provë. Por në vend të teatrit, ajo shkoi në tregun e vjetër, ku kishte një dyqan të vogël që blinte ar pa bërë pyetje të tepërta. Njeriu pas tezgës ishte një pllak me sy të kaltër të ftohët që e shikoi Neshmien me dyshim. "Zonja Paqrami, çfarë ju sjell këtu?" pyeti ai duke e njohur më njëherë. Ajo nuk u përgjigj më njëherë. Nori buzuliqet dhe i vuri në tezgë. "Sa më jepni për këto?" Plaku i mori në dorë, i peshoi, i shikoi me një lupë të vogël. "Këto janë ari pastër. Mund t'ju jap një shumë të mirë, por pse i shisni? Këto janë gjëra që gruaja i mban për ditët e vështira."
Neshmia buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e hidhur. Ditët e vështira kanë ardhur, por jo për mua, për të tjerët. Plaku nuk bëri më pyeti. Ai I dha parat dhe Neshmia I numëroi me duar që I dridheshin lehtë. Ishte një shumë që mund të ushqente 5 student për 3 muaj. Ajo I futi parat në një zarr, shkroi një letër të shkurtër: "Për ju që po ndërtoni të ardhmen, mos pyesni kush jam, thjesht hani dhe vazhdoni të luftoni." Dhe e dërgoi në Prishtinë në adresën e konviktit që kishte marrë nga letra e parë. Por kjo ishte vetëm fillimi. Çdo muaj, Neshmia gjente një arsye të re për të dalë nga shtëpia. Herë thoshte se po shkonte të blinte pëllhura për fustan të ri, herë se po takonte një mik të vjetër, Herë se po shkonte te mjeku për një kontroll rutinë. Ve çdo herë ajo merrte me vete një copë tjetër ari. Gjerdani shkoi pas bizilikëve, pastaj vathët, pastaj unazat. Çdo herë, plaku në dyqan e shikonte me një përzierje respekti dhe pikëllimi. "Zonja Paqrami, ju po e shisni gjithçka. Çfarë do t'i thoni burrit kur të vë re?" Neshmia e shikoi drejt në sy. "Burri im është njeri I mirë, por ka gjëra që burrat nuk mund t'i kuptojnë. Ka dhimbje që vetëm një nën mund ta ndjej, edhe kur fëmijët nuk janë të saj." Plaku uli kokën dhe nuk bëri më pyetje. Ai e kuptoi se kjo grua po bënte diçka që historia do ta mbante mend edhe nëse askush nuk e dinte në atë moment. Në skenë, Neshmia vazhdonte të shkëlqente. Publiku e donte më shumë se kurrë, por ata që e njihnin mirë filluan të vinin re ndryshime të vogla. Zëri I saj kishte një thellësi të re, një lloj trishtimi që e bënte edhe më të bukur. Kur këndonte për dashurinë, dukej sikur po këndonte për humbje. Kur këndonte për Adveon, dukej sikur po lutej. Një gazetar e pyeti një herë: "Zonja Paqrami, çfarë ju frymëzon më shumë tani?" Ajo mendoi për një moment, pastaj tha: "Fëmijët që nuk I kam lindur, por që I dua si të mi." Gazetari e shkroi këtë si një metaforë poetike, por Neshmia e dinte se ajo po fliste për studentët e Prishtinës, për emrat në listën e saj sekrete, për fëmijët që po ushqente me arinë e saj. Reçe Paqrami nuk ishte njëri që bënte pyetje të tepërta. Ai e besonte gruan e tij dhe e respektonte hapësirën e saj. Por një ditë, ndërsa po kërkonte diçka në dollap, dora e tij preku kutinë e kadifes së kaltër. Ajo ishte e lehtë, shumë e lehtë. Ai e hapi dhe e gjeti bosh. Për një moment zemra I ngriu. Mendoi për vjedhje, për tradhti, për fatkeqësi, por pastaj pa një copë letre të vogël në fund të kutisë. Ishte shkruar me dorën e Neshmijes: "Ari im shkoj atje ku duhej, mos u shqetëso, unë jam mirë." Reçe pelecoi këtë shënim 3 herë. Ai nuk e kuptoi plotësisht, por një gjë e dinte. Gruaja e tij kishte bërë diçka që ajo e konsideronte të drejtë, edhe nëse ishte e fshehur. Ai e mbyli kutinë, e vuri përsëri në vend dhe nuk foli kurrë për këtë. Disa sekrete, mendoi ai, janë shumë të shenjta për t'u prekur me fjalë. Por pyetja mbetej: pse Neshmia nuk ja tha kurrë burrit? A ishte frika se ai do ta ndallonte? A ishte turpi se po shiste trashëgimin familjare? Apo ishte diçka më e thellë, një lloj sakrifice që ajo donte ta mbante vetëm për veten, pa lavdi, pa njohje, pa asgjë përveç ndërgjegjes së pastër? Ve çfarë ndodhi me ato para? A arritën vërtet te studentët? A ndryshuan jetën e dikujt? Apo u humbën në rrugë, në duart e njerëzve të gabuar, duke e bërë sakrificën e saj të kotë? Në fillim të viteve 82, Prishtina ishte një qytet I ndarë mes shpresës dhe dëshpërimit. Universiteti ishte plot me të rinj që besonin se arsimi do t'i shpëtonte nga varfëria, por realiteti ishte mizor. Konviktet ishin ndërtesa të vjetra, me mure të lagura nga lagështja, me dritare të thiera që linin erën e ftohtë të dimrit të depërtonte si thik. Në dhoma që ishin ndërtuar për 4 veta, jetonin 8. Shtretrit ishin të vjetër, dyshëkët të hollë, batanie të pakta. Por më e keqja nuk ishte e ftohta, ishte uria. Mense konviktit jepte një vakt në ditë, një lujë supë me perime të ziera dhe një copë bukë të thatë. Për disa student, kjo ishte e vetmja gjë që hanin në 24 orë. Trupat e tyre dobësoheshin, lëkura u bëhej e verdhë, sytë u thelloheshin. Por ata vazhdonin të studionin, sepse e dinin se kjo ishte e vetmja rrugë për të dalë nga feri. Një nga këta student quhej Agron Kelmendi. A ishte djali një familje e fshatare nga Drenica që kishte shitur 2 lopë për ta dërguar në universitet. Nëna e tij e kishte përqafuar në stacionin e autobusit dhe I kishte thënë: "Biri im, ti je shpresa jon, mos na bëj turp." Agron kishte ardhur në Prishtinë me një çantë të vogël plot me ëndra dhe frikë. Muajt e parë ishin të vështirë, por ai mundi. Merrte nota të larta, leconte deri vonë natën me dritën e një qiriri, sepse dritat e konviktit fikeshin në orën 10. Por në dimrin e vitit 1981, diçka ndryshoi. Familja e tij humbi të korrat nga një stuj dhe nëna nuk mund t'i dërgonte më asgjë.
Agron filloi të hante vetëm bukë, pastaj vetëm ujë, pastaj asgjë. Një mëngjes ai u rrëzua në korridorin e fakultetit. Miqtë e tij e çuan në infermieri, ku infermieria, një grua e moshuar me sy të butë, e shikoi dhe tha: "Miqtë e Agronit u panikuan. Ata nuk kishin para, familjet e tyre ishin po aq të varfra. Por një prej tyre, një vajzë e re me emrin Drita, kishte dëgjuar për Neshmien Pachrami. Ajo kishte dëgjuar thashë theme se këngëtarja e famshme po ndihmonte student në fshehtësi. Askush nuk e dinte me siguri, por Drita vendosi të provonte. Ajo shkroi një letër me duar që i dridheshin. Ajo e dërgoi letrën në adresën e teatrit kombëtar, duke shpresuar se do të arrinte deri te Neshmia. 3 ditë më vonë, Drita mori një zarf në postën e konviktit. Brenda kishte para, mjaft për të bler ushqim për një muaj dhe një shënim të shkurtër. Drita çau kur e lexoi. Ajo vrapoi në infermieri, ku Agron ishte ende i dobët por gjallë. I tregoi paratë dhe shënimin. Agron nuk tha asgjë për një kohë të gjatë, pastaj me zë të dobët pyeti. Drita tundi kokën. Por historia nuk mbaroi aty. Agron pasi u shërua, vendosi të zbulonte se kush ishte bamirësi i tij. Ai filloi të pyeste njerëz, të kërkonte të dhëna, të ndiqte gjurmë, dhe ngadalë, cop e mësoi të vërtetën. Ishte Neshmia Pachrami, ishte gruaja që ai e kishte dëgjuar duke kënduar në radio, gruaja që e gjithë kombja adhuronte. Por pse ajo do të ndihmonte një student të panjohur? Pse do të shiste arinë e saj për të? Agron vendosi të shkonte ta takonte. Ai u dëtoi në Tiranë pa para për bilet, duke ecur pjesën më të madhe të rrugës. Kur arriti në teatrin kombëtar, pyeti për Neshmien. Rojtari e shikoi me dyshim. Agron nuk dinte çfarë të thoshte. Rojtari tundi kokën. Agron shkroi një letër që i doli nga shpirti. Ai e la letrën te Rojtari dhe u kthie në Prishtinë, duke ecur përsëri, por këtë herë me zemër të lehtë. Neshmia e lexoi letrën atë mbrëmje, pas një koncerti të lotshëm. Kur arriti te fjalia, ajo nuk mund të mbajti lotët, por nuk ishin lot trishtimi, ishin lot krenarie. Ajo e kuptoi se ari i saj nuk ishte humbur, ai ishte shndëruar në diçka më të çmuar, në jetë, në shpresë, në të ardhme. Ajo e futi letrën në një zarf të veçantë dhe e ruajti në sirtarinë e saj më të fshehtë, bashkë me listën e emrave të studentëve që kishte ndihmuar. Ajo nuk ja tregoi kur askujt për këtë letër. Ishte një sekret që e mbante vetëm për veten, një dëshmi e heshtur se bota mund të ndryshojë, një njeri në një kohë. Por jo të gjithë ishin mirënjohës. Në Prishtinë filluan të qarkullonin thasë theme. Disa thoshin se Neshmia po ndihmonte vetëm studentët shqiptar duke injoruar të tjerët. Të tjerë thoshin se ajo po bënte këtë për publicitet, për të dukur si heroin. Kishte edhe ata që thoshin se parat nuk vinin nga ajo, por nga dikush tjetër që po përdorte emrin e saj. Këto thasë theme arritën deri te Neshmia dhe ato e plagosën thellë. Ajo nuk po kërkonte lavdi, ajo nuk po kërkonte njohje. Ajo thjesht po bënte atë që zemra e saj e diktonte. Por bota nuk e besonte dot se dikush mund të bënte mirë pa pritur asgjë në këmbim. Kjo ishte tragjedia e saj. Sa më shumë që jepte, aq më shumë dyshoi. Një natë, pas një koncerti në Shkodër, një grua e re e ndaloi Neshmien në korridorin e teatrit. Ajo ishte e veshur thjesht, me fytyrë të lodhur, por me sy plot vendosmëri. Neshmia u ndal, edhe pse ishte e lodhur. Gruaja nxori një zarf nga çanta. Neshmia e përqafoi gruan dhe qau në shpatullën e saj. Ishte hera e parë që dikush e kishte kuptuar vërtet. Ishte hera e parë që dikush e kishte parë jo si një yll, por si një nën. Por pyetja që e mundon të gjithë është, sa kohë mund të vazhdonte kjo? Sa ar kishte mbetur? Dhe çfarë do të ndodhte kur kutia të bëhej plotësisht bosh? A do të ndallonte Neshmia, apo do të gjente një mënyrë tjetër për të vazhduar? Dhe burri i saj Reshep, sa kohë do të vazhdonte të heshte? A e dinte ai vërtet, apo po bënte sikur nuk e dinte, duke i dhënë gruas së tij hapësirën për të qenë heroin që ajo donte të ishte? Në pranverën e vitit 1983, Neshmia Pachrami u zgjua një mëngjes dhe kuptoi se kutia e kadifes së kaltër ishte plotësisht bosh. Ari i fundit, unaza e fundit e gjyshes, kishte shkuar javën e kaluar. Ajo e kishte shitur për të ndihmuar një vajzë të re që kishte nevojë për operacion urgjent. Tani për herë të parë në jetën e saj, Neshmia nuk kishte asnjë copë ari. Ajo u ul në skajin e shtratit dhe shikoi kutin bosh për një kohë të gjatë. Nuk ndihej zbrazët, përkundrazi, ndihej e lehtë, sikur një bar e rënd ishte ngritur nga shpatullat e saj. Ajo kishte bërë atë që duhej të bënte. Tani pyetja ishte, çfarë do të bënte më tej? Ajo vendosi se nuk mund të ndalonte. Nëse nuk ishte më ar, do të gjente mënyra të tjera. Filloi të japte pjesë të rrogës së saj,
Filloi të kërkonte nga miqtë e saj të pasur të dhuronin për studentët. Filloi të organizonte koncerte bamirësie ku të gjitha të ardhurat shkonin për konviktet e Prishtinës. Por e bënte gjithçka në heshtje, pa emrin e saj, pa publicitet. Njerëzit filluan ta cfanin, askush nuk e dinte me siguri se kush ishte, por të gjithë e ndjenin praninë e saj. Por jo të gjithë ishin të lumtur me këtë. Kishte njerëz në pushtet që e shihnin Neshmien si kërcënim. Ajo po fitonte dashurin nga populli, jo për këngët e saj, por për veprat e saj. Kjo ishte e rrezikshme. Një ditë, një zyrtar i lartë e thirri në zyrën e tij. Ai ishte një burr i shtuar, me kostum të zi dhe sy të ftohtë. Neshmia i shikoi drejt në sy. Zyrtari buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e ftohtë. Neshmia doli nga zyra duke u dridhur, jo nga frika, por nga inati. Ajo e kuptoi se po shikoi, çdo lëvizje e saj po monitoroi, çdo letër që dërgonte po lehtësoi, çdo person që ndihmonte po regjistroi. Por kjo nuk e ndalloi, përkundrazi, e bëri edhe më të vendosur. Ajo filloi të përdorte emra të rrem kur dërgonte para, filloi të përdorte njerëz të ndërmjetëm për të dorëzuar zarfet, filloi të takohej me studentët në vende sekrete, larg syve të spionëve. Ishte një luftë e heshtur, një luftë që askush nuk e shihte, por që ajo e luftonte çdo ditë. Një natë, Reçe Paqrami nuk mund të heshte më. Ai e gjeti Neshmien duke shkruar një letër në tryezën e kuzhinës, në orën 2 të mëngjesit. Pyeti ai me zë të butë. Ajo ngriti kokën dhe ai pa lodhjen në sut e saj. Ai u ul përballë saj. Neshmia zgjati dorën dhe e preku dorën e tij. Reshep nuk ta asgjë. Ai thjesht e mbajti dorën e saj dhe qëndroi atu në heshtje, duke mbështetur në mënyrën e vetme që ai dinte. Por kërcënimet nuk ishin vetëm politike, kishte edhe kërcënime personale. Një ditë, Neshmia mori një letër anonime. Brenda kishte vetëm një fjali. Ajo e dogji letrën me njëherë, por fjalët mbetën në mendjen e saj. Kush e kishte dërguar? Ishte dikush në qeveria? Apo ishte dikush që kishte interes personal? Apo ishte thjesht një person xheloz që nuk mund ta duronte të shihte dikë tjetër duke bërë mirë? Ajo nuk e dinte, dhe kjo e bënte edhe më të frikshme. Megjithatë ajo vazhdoi. Çdo javë ajo gjente një mënyrë të re për të ndihmuar. Çdo muaj ajo shpëtonte një jetë tjetër. Dhe çdo vit lista e emrave në sishtarinë e saj bëhej më e gjatë. Deri në fund të vitit 1914, ajo kishte ndihmuar mbi 100 studentë. Disa prej tyre kishin mbaruar universitetin, disa kishin gjetur punë, disa kishin krijuar familje, dhe të gjithë mbanin në zemër emrin e gruas që i kishte shpëtuar, edhe pse shumica nuk e kishin takuar kurrë. Por çmimi personal ishte i lartë. Neshmia po pllakej shpejt, flokët e saj po zbardhnin, trupi i saj po dobësohej. Zëri i saj që dikur ishte kaq i fuqishëm, po fillonte të dridhej. Mjekët i tanë se duhej të pushonte, se po e shtynte veten shumë, por ajo nuk dëgjoi, u tha atyre. Dhe vazhdoi të punonte, të këndonte, të ndihmonte, derisa trupi i saj nuk mund të duronte më. Një mbrëmje, pas një koncerti veçanërisht të lodhshëm, Neshmia u rrëzua në skenë. Publiku mendoi se ishte pjesë e shfaqjes, por miqtë e saj e dinin më mirë. E çuan në spital ku mjekët zbuluan se kishte probleme serioze me zemrën. Ajo buzëqeshi, edhe pse dhimbja ishte e fortë. Por historia nuk mbaroi aty. Edhe në shtratin e spitalit, Neshmia vazhdoi të merrte letra nga studentët. Edhe aty ajo vazhdoi të dërgonte para, duke përdorur miqtë e saj si ndërmjetës. Edhe aty ajo vazhdoi të luftonte, sepse kjo ishte e vetmja gjë që ajo dinte të bënte. Dhe pyetja që të gjithë po bënin ishte: sa kohë do të vazhdonte? Sa kohë mund të mbijetonte një zemër që jepte kaq shumë? Ve çfarë do të ndodhte kur ajo të mos ishte më? Kush do t'i ushqente studentët? Kush do të ishte engjëlli i fshehtë i Prishtinës? Në një mbrëmje të ftohtë të janarit të vitit 1985, një grua e panjohur hyri në Spitalin Qendror të Tiranës duke mbajtur një çantë të vjetër lëkure. Ajo kërkoi të takonte Neshmien Paqrami, por infermierja ndaloi. Zonja Paqrami nuk pranon vizitor, ajo ka nevojë për pushim. Gruaja nuk u largua. Ajo qëndroi aty në korridorin e ftohtë për 4 orë, derisa infermierja u lodhur dhe e la të hynte për 5 minuta. Kur hyri në dhomë, Neshmia ishte zgjuar duke shikuar tavanin me sy të lodhur. Gruaja u afro ngadalë dhe pa folur hapi çantën. Brenda kishte diçka që bëri Neshmien të ngrinte. Ishte një qilim i vogël i endur me fije ari të vërteta, një punë që kishte marrë muaj të tërë. Zonja Neshmie, unë jam nëna e Agronit, djalit që ju shpëtuat. Familja ime nuk ka para për t'ju falnderuar, por kemi këtë. Është vetmja gjë me vlerë që kemi. Gjyshja ime e enduri me duart e saj para se të vdiste. Ju lutem, pranojeni.
sepse pa ju, djali im do t'ishte në varr dhe shpresa jon do të kishte vdekur me të. Neshmia shikoi qilimin, pastaj gruan dhe lotët filluan të rrjedhin pa kontroll. Ajo nuk e mori qilimin. Në vend të kësaj, e mori dorën e gruas dhe e puti. Mbaje këtë për familjen tënde. Unë nuk kam bërë asgjë që meriton shpërblim. Unë thjesht kam bërë atë që çdo nën do të bënte për fëmijët e saj. Gruaja qau, dhe të dyja qëndruan kështu, duke mbajtur duart e njëra tjetrës, derisa infermierja erdhi dhe i ndau. Por ajo s'ken, ajo përqafimi heshtur mes dy nënave që nuk ishin të lidhura me gjak por me diçka më të fortë, mbeti e gdhendur në kujtesën e të gjithë atyre që e pan. A mund të ishte kjo dashuria më e pastër që ekziston? Dashuria që nuk pret asgjë, që jep gjithçka, që sakrifikohet pa u ankuar. Dhe pse bota moderne ka harruar se si duket kjo lloj dashurie? Në muajt që pasuan, ndërsa Neshmia po shërohej ngadalë në spital, diçka e çuditshme filloi të ndodhte. Studentët që ajo kishte ndihmuar filluan të organizoheshin. Ata krijuan një rrjet të fshehtë, një lloj shoqate të padeklaruar, ku secili kontribuonte me atë që mund të jepte. Ata që kishin gjetur punë dhuronin një pjesë të pagës. Ata që jetonin ende me familjet merrnin bukë nga shtëpia dhe ndanin me të tjerët. Ata që kishin mësuar zanat ndihmonin falas. Ishte një sistem i vogël solidariteti, i lindur nga shembulli i Neshmijes, i ushqyer nga mirënjohja e tyre. Dhe çdo muaj, ata mblidnin një shumë të vogël parash dhe ja dërgonin Neshmijes në spital me një shënim. Nga fëmijët që ju ushqet, tani është rada jon t'ju ushqejmë ju. Kur Neshmia mori zarfin e parë, ajo nuk e besoi. Ajo mendoi se ishte gabim, se parat ishin për dikë tjetër. Por kur lexoi shënimin, kuptoi se ajo kishte mbjellë diçka më të madhe se sa kishte imagjinuar. Ajo nuk kishte ndihmuar thjesht individ. Ajo kishte krijuar një lëvizje, një kulturë të dhënies, një zinxhir dashurie që tani po jetonte jetën e vet. Ajo e ktheu zarfin menjëherë me një letër. Fëmijët e mi të dashur, parat tuaja janë më të çmuara se ari, por unë nuk mund t'i pranoj. Përdorini për të ndihmuar dikë tjetër që ka nevojë. Kështu do të vazhdoj zinxhiri. Kështu do të ndryshoj bota. Por jo të gjithë ishin të frymëzuar nga kjo histori. Në zyrat e pushtetit, në dhomat e mbëllura ku burrat me kostume të zeza vendosnin fatin e njerëzve, emri i Neshmijes po bëhej problem. Një zyrtar i lartë i partisë thirri një mbledhje sekrete. Rreth tryezës ishin ullur 5 burra, secili me dosje të trasha përpara. Shok, kemi një situatë delikate, filloi ai duke ndezur një cigare. Neshmia Pacrami po bëhet shumë popullore, jo për këngët e saj, por për këtë aktivitet bamirës. Njerëzit po fillojnë ta shohin si shenjte. Kjo është e rrezikshme. Nëse ajo vazhdon, do të ketë më shumë ndikim se ne. Një tjetër zyrtar më i ri foli. Por çfarë ka bërë ajo të keqe? Ajo po ndihmon student të uritur. Si mund ta ndëshkojmë për këtë? Zyrtari i parë shikoi me përbuzje. Ti je naiv. Nuk është fjala për atë që ka bërë, është fjala për atë që përfaqëson. Ajo po tregon se qeveria nuk po kujdeset për popullin. Ajo po na bën të dukem të paaft. Kjo nuk mund të vazhdojë. Ata diskutuan për orë të tëra duke kërkuar mënyra për të ndaluar Neshmien pa e bërë martire. Vendosën të fillonin me presion të butë, të përhapnin tasheteme, të krijonin dyshime, të sulmonin reputacionin e saj. Ishte një strategji e dytë, por efektive, dhe Neshmia, e shtrirë në shtratin e spitalit, nuk e dinte se lufta e vërtet sapo kishte filluar. Tasheteme filluan të përhapeshin si zjarr në kashtë të tatë. Dikush tha se Neshmia po merrte para nga agjenci të huaja. Dikush tjetër tha se ajo po përdorte studentët për të krijuar një rrjet politik. Kishte edhe ata që thoshin se ajo nuk ishte e smur fare, se po shtirte për të fituar simpati. Këto gënjeshtra ishin kaq absurde sa që çdo njeri me mendje të shëndosh do t'i injoronte. Por në një shoqëri ku frika sundonte, ku njerëzit ishin mësuar të dyshonin për gjithçka, edhe gënjeshtrat më të çmendura gjenin tokë pjellore. Miqtë e Neshmijes u përpoqën ta mbronin. Ata shkruan letra në gazeta, dhanë intervista, organizuan takime, por zëri i tyre humbi në zhurmën e propagandës. Makina e shtetit ishte shumë e fuqishme, shumë e organizuar, dhe Neshmia, e dobët dhe e sëmur, nuk kishte forcë për të luftuar. Një natë, Reshe Pacrami erdhi në spital me fytyrë të zbehtë. Ai u ul pranë shtratit të Neshmijes dhe e mori dorën e saj. Neshmia buzëqeshi, edhe pse dhimbja në zemër ishte e fortë. Reshep nuk tha asgjë. Ai thjesht e përqafoi dhe ata qëndruan kështu, në heshtje, duke gjetur forcë në praninë e njëri tjetrit. Por presioni vazhdoi të rritet. Një ditë, drejtoresha e spitalit erdhi në dhomën e Neshmijes me një shprehje të shqetësuar.
Neçmia e dinte se kjo ishte gënjeshtër. Ajo e dinte se po e dëbonin sepse prania e saj në spital po tërhiqte shumë vizitor, shumë vëmendje, por nuk u ankua. Ajo mblodhi gjërat e saj të pakta dhe u kthye në shtëpi, duke ditur se betejë po humbej, por lufta nuk ishte mbaruar ende. Në shtëpi Neçmia gjeti një letër që e priste. Ishte nga një student që ajo kishte ndihmuar vite më parë, që tani ishte bërë mjek. Ai shkruante. Neçmia e lexoi këtë letër 10 herë, dhe çdo herë gjeti forcë të re. Ajo kuptoi se edhe nëse e gjithë bota e ktente shpinën, edhe nëse pushteti e shtynte, ajo kishte diçka që ata nuk mund ta merrnin kurrë: dashurinë e atyre që kishte ndihmuar, mirënjohjen e atyre që kishte shpëtuar, kujtesën e atyre që nuk do ta haronin kurrë. Por pyetja që e mundon të gjithë është: Sa kohë mund të rezistonte? Sa kohë mund të duronte një gruaj vetme kundër një sistemi të tërë? Ve çfarë do të ndodhte nëse ata vendosnin ta heqnin përgjithmonë? A do të kishte kush që do ta mbante gjallë historinë e saj? A do të kishte kush që do të vazhdonte punën e saj? Apo do të zhdukte gjithçka, si një ëndër e haruar në mëngjes? Në verën e vitit 1986, Neçmia Paqrami mori një ftesë që e hutoi. Ishte një letër zyrtare, me vull të kuqe të Ministrisë së Kulturës, që e ftonte në një ceremoni madhështore për të nderuar kontributin e saj në muzikën shqiptare. Në shikim të parë, dukej si një nderim i merituar, por Neçmia që kishte mësuar të leconte mes rreshtave, e kuptoi menjëherë se kjo ishte një kurt. Ata po përpiqeshin ta kthenin në një simbol të kontrolluar, ta mbyllnin në një kuti të artë, ku ajo do të ishte e sigurt, e heshtur, e padobishme. Ajo e dinte se nëse pranonte këtë nderim, do të duhej të heshte për gjithçka tjetër. Do të duhej të bëhej vetëm një këngëtare, jo një aktiviste. Do të duhej të harronte studentët, të harronte arin, të harronte gjithçka që e bënte atë të vërtetë. Por nëse refuzonte, do të konfirmonte dyshimet e tyre, do t'u jepte arsye për ta sulmuar. Ishte një zgjedhje pamundur, një lloj ku çdo lëvizje ishte humbje. Ajo u këshillua me reshepin. Ai ishte i shqetësuar, por i qetë. Neçmie, çfarëdo që të vendosësh, unë do të jem pranë teje, por mendoj se duhet ta pranosh, jo për ta bërë atë që ata duan, por për të pasur një platformë. Nëse shkon atu, nëse flet përpara njerëzve, mund të thuash të vërtetën. Mund t'u tregosh botës se çfarë ke bërë dhe pse. Ata nuk mund të të heshtësin në një ceremoni publike. Neçmia e shikoi me admirim. Burri i saj, që kishte qenë gjithmonë i heshtur, tani po i jepte këshillën më të guximshme. Ajo vendosi ta pranonte ftesën, por me kushtet e saj. Ajo do të shkonte, do të merrte çmimin, por do të fliste me fjalët e saj, jo me ato që ata i kishin shkruar. Dita e ceremonisë erdhi me një diell të fortë që ndriçonte Tiranën si një skenë teatri. Salla ishte plot me zyrtar, artist, gazetar dhe njerëz të thjeshtë që kishin ardhur për ta parë Neçmien. Ajo hyri e veshur thjesht, me një fustan të zi pa stoli, pa ar, pa asgjë që do ta bënte të dukej si një yll. Dukej si një grua e thjeshtë, e lodhur, por me dinjitet të pathjeshëm. Kur erdhi radha e saj për të folur, ajo u ngrit ngadalë dhe shkoi te mikrofoni. Zemra i rrahte fort, por zëri i saj ishte i qëndrueshëm. Të nderuar të pranishëm, faleminderit për këtë nderim. Por unë nuk jam këtu për të folur për këngët e mia. Unë jam këtu për të folur për diçka më të rëndësishme, për fëmijët tanë. Në sallë u bë heshtje plot. Zyrtarët u ngurcuan. Ata e dinin se diçka nuk po shkonte sipas planit. Neçmia vazhdoi. Vitin parë, unë mora një letër nga një student që po vdiste nga uria. Ai nuk po kërkonte lëmosh. Ai po kërkonte vetëm një shans për të jetuar, për të studiuar, për të ndërtuar një të ardhme. Dhe unë vendosa ta ndihmoja, jo sepse isha e pasur, jo sepse kisha shumë, por sepse nuk mund të rrija duar kryq ndërsa fëmijët e kombit ton vuanin. Shita arin tim, çdo copë që kisha, dhe nuk pendojem, sepse arin nuk ka vlerë nëse nuk përdoret për të shpëtuar jetë. Në sallë filluan të dëgjoheshin përshpëritje. Disa njerëz filluan të duar trokasin, por zyrtarët u bën shenjë të heshtnin. Neçmia nuk u ndall. Sot disa prej jush po përpiqen të më heshtsin, po përhapni gënjeshtra për mua, po toni se jam spiune, se jam tradëtare, por unë nuk kam frikë, sepse e di se çfarë kam bërë, dhe mira studentë din, dhe historia do ta di. Ju mund të më arrestoni, ju mund të më heshtni, por nuk mund ta fshini të vërtetën. Salla shpërtheu në duar trokitje. Njerëzit u ngritën në këmbë duke brohoritur emrin e saj. Zyrtarët u përpoqën të rikthejnë rendin, por ishte shumë vonë. Neçmia kishte folur, dhe fjalët e saj kishin prekur zemrat. Ajo zbriti nga skena duke ditur se kishte fituar betejën, por duke ditur gjithashtu se lufta sapo kishte marrë një ktesë të re. Ata nuk do ta fallnin kurrë për këtë. Në javët që pasuan, presioni u intensifikua.
Neshmia filloi të merrte telefonata kërcënuese në mes të natës. Zëra të panjohur që i thoshin, do të paguash për atë që te. Shtëpia e saj filloi të monitorohej. Çdo herë që dilte, kishte njerëz që ndiqnin. Miqtë e saj u këshilluan të largoheshin prej saj për të mos u përfshirë. Por kishte edhe ata që qëndruan, kishte edhe ata që e mbështeten edhe me rrezikun e jetës së tyre. Dhe Neshmia gjeti forcë në ta. Një mbrëmje, ndërsa po ecte në rrugët e Tiranës, një grua e re i afroi. Ajo ishte veshur thjesht, me një shami në kokë dhe mbante një fëmijë në krah. Zonja Neshmie, mund të flas me ju? Neshmia u ndall. Sigurisht, çfarë dëshiron? Gruaja filloi të qante. Unë jam motra e Agronit, djalit që ju shpëtuat. Ai tani është inxhinier. Ai ka ndërtuar një shtëpi për familjen tonë. Ai ka martuar dhe ka fëmijë. Gjithçka që ai ka, e ka fal jush. Dhe unë erdha këtu për t'ju thënë se çfarëdo që të ndodh, ne nuk do t'ju harrojmë kurrë. Fëmijët tanë do të rriten duke dëgjuar historinë tuaj. Nipërit tanë do ta mësojnë emrin tuaj. Ju jeni e pavdekshme, zonja Neshmie, jo sepse keni kënduar, por sepse keni dashur. Neshmia e përqafoi gruan dhe qau me të. Në atë moment, ajo kuptoi se kishte fituar, jo kundër pushtetit, jo kundër gënjeshtrës, por kundër harresës. Ajo kishte krijuar diçka që do të jetonte përgjithmonë, kujtesën e dashurisë, trashëgiminë e sakrificës, shëmbullin e një gruaje që zgjodhi të jap gjithçka për të tjerët. Dhe kjo ishte fitoria më e madhe që mund të kishte. Por pyetja që mbetet është, çfarë do të ndodhte më pas? A do ta linin ta jetonte në paqe? A do ta ndëshkonin për guximin e saj? Dhe çfarë do të ndodhte me studentët që ajo kishte ndihmuar? A do të vazhdonin ata punën e saj? A do të krijonin ata një botë ku dashuria është më e fortë se frika, ku sakrifika është më e çmuar se ari? Apo do të harronin, ashtu siç bota harron gjithmonë heroinë të vërtet? Në një mëngjes të hershëm të shtatorit të vitit 1987, një infermiere e re në Spitalin Qendror të Tiranës gjeti diçka që e bëri të ngrinte. Ndërsa po pastronte një dhomë të vjetër depozite në bodrumin e spitalit, ajo zbuloi një kuti kartoni të fshehur pas një rafti me ilaçe të skaduara. Brenda kishte qindra letra mjekësore, të gjitha me emrin e Neshmies Paqrami, por me data dhe diagnoza që nuk përputheshin me asnjë regjistër zyrtar. Çdo letër tregonte një vizitë sekrete, një trajtim të paguar në kesh, një recetë të shkruar me pseudonim. Kur infermieria filloi të lehtësonte me kujdes, kuptoi një të vërtetë tronditse. Neshmia kishte qenë shumë më e sëmurë se sa kishte treguar ndonjëherë publikisht. Që nga viti 1982, zemra e saj kishte qenë në gjendje kritike. Mjekët ja kishin thënë qartë, çdo stres, çdo emocion i fortë, çdo përpjekje fizike mund ta vriste. Por ajo kishte vazhduar të këndonte, të udhëtonte, të ndihmonte student, duke fshehur dhimbjen pas buzëqeshjes. Në fund të çdo letre mjekësore, kishte një shënim i shkruar me dorën e Neshmies. Pse një grua që po vdiste do të fshite gjendjen e saj edhe nga burri? Çfarë frike e mbante zgjuar natën, duke ditur se çdo rrahje e zemrës mund të ishte e fundit? Dhe kush ishin mjekët që pranonin ta trajtonin në fshehtësi, duke shkelur çdo protokoll? A ishin edhe ata pjesë e një rjeti të fshehtë njerëzish që po përpiqeshin ta mbronin Neshmien nga vetja e saj? Në ato muaj të fundit të vitit 1987, trupi i Neshmies po e tradhtonte në mënyrë që askush nuk e shihte. Çdo mëngjes kur zgjohej, duhej të qëndronte ulur në skajin e shtratit për 10 minuta, duke pritur që marramendja të kallonte. Çdo herë që ngrihej shpejt, dhoma rrotullohej dhe zemra fillonte të rrahte kaq shpejt sa mendonte se do të shpërthente. Por ajo nuk ankohej. Në vend të kësaj, kishte mësuar të maskonte dhimbjen me një mjeshtëri që do t'i bënte zheloz edhe aktorët më të mirë. Para se të dilte nga shtëpia, ajo kallonte një orë të tërë duke u përgatitur. Vendoste 2 shtresa grim për të fshehur verdhësinë e lëkurës, vishte rroba të gjera për të fshehur humbjen e peshës, merrte 3 lloje pillullash që ja mbajnë zemrën në ritëm. Reshe Paqrami, edhe pse kishte filluar të dyshonte, nuk guxonte të pyeste. Ai e shihte se si gruaja e tij po hollohej, se si sytë e saj po thelloheshin, se si duart i dridheshin kur mendonte se askush nuk po shikonte. Por çdo herë që ai fillonte një bisedë për shëndetin, Neshmia ndërronte temë me një shpejtësi që tregonte praktik të gjatë. Rehep, jam thjesht e lodhur nga koncerti i dieshëm, thoshte ajo, duke buzëqeshur atë buzëqeshje që ai e njihte aq mirë, buzëqeshjen që fshihte mira të vërteta. Por sekreti më i madh nuk ishte sëmundja, ishte çfarë po bënte Neshmia me kohën që i kishte mbetur. Ajo kishte marrë një vendim që askush nuk e dinte.
Do të shiste gjithçka që zotëronte për të krijuar një fond të përhershëm për studentët e Prishtinës. Jo vetëm arrin që tashmë kishte mbaruar, por edhe shtëpinë e saj në Bregdet që ja kishin dhuruar për kontributin në kulturë. Edhe makinën, një Volkswagen të zi që e kishte fituar në një festival ndërkombëtar. Edhe mobiljet antike që i kishte trashëguar në familja. Gjithçka. Ahjo kishte gjetur një notër të besuar, një burr të vjetër që kishte humbur të birin në luftë dhe që kuptonte dhimbjen e një nane. Ati i kishte treguar planin. Dua që gjithçka të shitet pas vdekjes sime. Parat të shkojnë në një fond që do të jap bursa për studentët më të varfër të Prishtinës. Por askush nuk duhet ta di derisa unë të jem larguar. Veçanërisht jo Reshep. Ai do të përpiqet të më ndallojë dhe unë nuk mund ta lejoj. Noteri kishte pranuar, edhe pse me lot në sy. Ai e dinte se po shihte një grua që po shkruante testamentin e saj të fundit, jo me fjalë, por me vepra. Ndërkohë në Prishtinë, studentët që Neshmia kishte ndihmuar, po jetonin një realitet që ajo nuk do ta besonte dot. Agron Kelmendi, djali që ajo kishte shpëtuar nga uria, tani ishte bërë inxhinier i suksesshëm. Por ai nuk ishte harruar. Çdo muaj ai mblifte një grup prej 10 studentësh të tjerë që Neshmia kishte ndihmuar dhe së bashku organizonin takime sekrete. Ata i kuanin veten fëmijët e Neshmis, edhe pse asnjë nuk ishte fëmijë biologjik i saj. Në këto takime, ata diskutonin se si mund të vazhdonin punën e saj. Çdo antar kontribuonte me atë që kishte. Dikush jepte para, dikush ushqim, dikush veshje, dikush libra. Ve çdo muaj ata ndihmonin 5 studentë të rinj duke përdorur të njëjtën metodë që Neshmia kishte përdorur. Në fshehtësi, pa emra, pa lavdi. Ishte një lëvizje e heshtur, një revolucion dashurie që po përhapi si rrjet nëntoksor, i padukshëm por i fuqishëm. Por kishte një problem. Ata nuk e dinin se Neshmia po vdiste. Ajo kishte fshehur gjendjen e saj edhe nga ta, duke u dërguar letra plot optimizëm dhe inkurajim. Ata mendonin se ajo ishte e fortë, e pavdekshme, një forcë natyre që do të jetonte përgjithmonë. Një ditë të tetorit, Agron mori një telefonat që ia ndryshoi gjithçka. Ishte nga një mik i tij që punonte në Ministrinë e Shëndetësisë. Agron, kam dëgjuar diçka që duhet ta dish. Neshmia Pacrami është shumë e sëmurë. Mjekët thonë se i kanë betur muaj, ndoshta javë. Por ajo po e fsheh, askush nuk e di përveç një rrethi shumë të ngushtë. Agron nuk mund të fliste. Fjalët i ngjecën në fyt. Kur më në fund gjeti zërin, pyeti. Pse po e fsheh? Miku ju përgjigj me zë të trishtuar. Sepse nuk do që njerëzit ta mëshirojnë. Ajo do të mbetet në kujtesë si një luftëtare, jo si një viktim. Agron mbili telefonin dhe qau për orë të tëra. Pastaj mblodhi grupin. Kur u tregoi lajmin, dhoma u mbush me heshtje të rëndë. Pastaj një nga vajzat, një studente mjekësie me emrin Flutura, foli. Nëse ajo po vdes, atëherë ne duhet t'i japim diçka që askush tjetër nuk mund t'i jap. Duhet t'i tregojmë se puna e saj nuk ka vdekur, se ne jemi dëshmia e gjallë e dashurisë së saj. Ata vendosën të organizonin një takim sekret me Neshmien. Por si mund ta bënin pa alarmuar pushtetin? Si mund ta sirnin në Prishtinë pa e rrezikuar shëndetin e saj? Agron kishte një ide. Do të organizonin një koncert spontan në një shtëpi private, duke ftuar vetëm njerëzit që Neshmia kishte ndihmuar. Do të ishte një mbledhje e vogël, intime, larg syve të spionëve. Ata i dërguan një letër Neshmias duke e ftuar me fjalë të thjeshta. Nëna jon, na mungon zëri juaj. A mund të vini të këndoni për ne, vetëm për ne, një herë të fundit? Kur Neshmia i lexoi letrën, e dinte se kjo ishte një ftesë për Llantumir. Ajo e dinte se studentët e saj kishin mësuar të vërtetën. Por në vend që të trishtohej, ndjeu një lehtësim të çuditshëm. Më në fund mund të hiqte maskën. Më në fund mund të ishte vetja e saj e vërtet, e dobët, e sëmur, por e dashur. Udhëtimi në Prishtinë ishte një torturë fizike. Çdo tronditje e autobusit e bënte të ulërinte nga dhimbja, edhe pse nuk nxirrte asnjë tingull. Çdo frymëmarrje kërkonte përpjekje të vetëdijshme, por ajo nuk u kthye. Kur arriti në shtëpinë ku do të mbahej takimi, u prit nga 30 studentë që qëndronin në heshtje me lot në sy. Ata nuk duart trokitën, ata nuk follën, thjesht u afron një nga një dhe e përqafuan. Çdo përqafim ishte një falënderim i heshtur, një llambëtumir e pafollur. Neshmia qëndroi aty duke i përqafuar të gjithë, duke ndjerë trupat e tyre të rinj dhe të shëndetshëm, duke ditur se ajo kishte kontribuar në ekzistencën e tyre. Kur erdhi radha e Agronit, ai nuk mund të fliste, thjesht ra në gjunjë dhe puthi duart e saj. Neshmia e ngriti dhe i tha: "Biri im, ti nuk duhet të më falenderosh. Unë duhet të falenderoj ty, sepse ti më dhe një arsye për të jetuar kur gjithçka tjetër po vdiste." Atë mbrëmje Neshmia këndoi, jo në skenë, jo me mikrofon,
por ullur në një karrige të vjetër me zë të dobët por plot ndjenjë. Ajo këndoi këngët që i kishte bërë të famshme, por edhe këngë që nuk i kishte kënduar kur publikisht. Këngë që kishte shkruar vetë për fëmijët që nuk i kishte lindur. Dhe ndërsa këndonte, studentët qanin, jo nga trishtimi, por nga mizhnjoja. Sepse e dinin se po jetoni një moment që historia do ta mbante mend, edhe nëse askush tjetër nuk do ta dinte kurrë. Kur mbaroi Flutura, vajza që studionte mjeksi, u ngrit dhe lexoi një letër që kishin shkruar së bashku. Nëna Neshmije, ne jemi 30 këtu sonte, por ka qindra të tjerë që ju keni ndihmuar, ka mira që ju admirojnë, dhe do të ketë miliona që do të mësojnë për ju. Sepse ne do ta tregojmë historinë tuaj, jo si një përrall, por si një testament. Ju na mësuat se dashuria nuk është fjalë, por vepër, se sakrifika nuk është humbje, por fitore, se një jetë e jetuar për të tjerët është e vetmja jetë që vlen të jetohet. Nexmia dëgjoi çdo fjalë, dhe kur Flutura mbaroi, ajo u ngrit me vështirësi dhe tha: Fëmijët e mi, unë nuk kam shumë kohë, trupi im po më tradhtoi, po shpirti im është më i fortë se kurrë, sepse ju jeni dëshmia se unë nuk kam jetuar kot. Ju jeni fruti i dashurisë sime, dhe kur unë të jem larguar, ju do të vazhdoni, ju do të ndihmoni të tjerët, ashtu siç unë ju ndihmova, dhe kështu dashuria do të jetojë përgjithmonë. Ajo nuk tha asgjë tjetër, thjesht i përqafoi të gjithë përsëri, një nga një, duke marrë kohën e saj, duke ruajtur çdo moment në kujtesë. Dhe kur u largua, ata qëndruan në heshtje, duke ditur se sapo kishin qenë dëshmitar të diçkaje të shenjtë. Por pyetja që i mundon të gjithë është: a do të mjaftonte kjo? A do të ishte kjo mjaft për ta mbajtur gjallë kujtesën e saj? Apo bota, me haresën e saj mizore, do ta fshinte gjithçka, duke e kthyer Nexmien në vetëm një emër në librat e historisë, pa shpirt, pa zemër, pa të vërtetën e plotë të asaj që ajo kishte qenë. Në vjetor të vitit 1917, Reshe Pachrami bëri diçka që nuk ishte bërë kur më parë. Hyri në dhomën e Neshmijes pa trokitur. Ishte mesnata, dhe ai e kishte dëgjuar duke qarë, një të qarë të heshtur që e kishte coptuar shpirtin. Kur hapi derën, e gjeti ullur në dysheme, duke mbajtur një fotografi të vjetër në duar. Ishte një foto e tyre të dy, e bërë në ditën e dasmës, kur të dy ishin të rinj dhe plot shpresë. Ajo e shikoi fotografin me një shprehje që Reshep nuk e kishte parë kurrë. Ishte një përzierje pendimi, dashurie dhe frike. Neshmije, çfarë po ndodh? Pyeti ai duke u ullur pranë saj. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj me zë të tyer tha: Reshep, unë po vdes, e di që e di që ke ditur prej kohësh, por unë nuk guxoja ta thoja me zë të lartë, sepse nëse e thoja, do të bëhej e vërtet. Reshep e përqafoi dhe qau me të, për herë të parë në martesën e tyre. Ata qëndruan kështu, në errësirë, duke ndarë dhimbjen që asnjë prej tyre nuk ishte guxuar ta pranonte. Pas atij nate, diçka ndryshoi mes tyre. Nexmia vendosi t'i tregonte Reshepit gjithçka. Për arrin që kishte shitur, për studentët që kishte ndihmuar, për planet që kishte bërë për pasurinë e tyre. Ajo priste që ai të zemrohej, të ndjehej i tradhtuar, por në vend të kësaj, Reshep e shikoi me një dashuri që ajo nuk e kishte parë prej vitesh. Ato fjale shpëtuan Nexmien nga një barë që kishte mbajtur për vite. Ajo kuptoi se nuk ishte vetëm, se edhe në momentet më të errta kishte dikë që e kuptonte, që e pranonte, që e donte pavarësisht nga gjithçka. Por bota jashtë shtëpisë së tyre po bëhej gjithnjë më armiqësore. Thashë theme të reja po përhapeshin, më të këqija se kurrë. Dikush kishte filluar të thoshte se Neshmia kishte vjedhur para nga koncerti Bamirës. Dikush tjetër thoshte se ajo kishte pasur një lidhje të fshehtë me një zyrtar të lartë dhe se kjo ishte arsyeja e vërtetë e ndihmës për studentët. Kishte edhe ata që thoshin se ajo po përdorte sëmundjen për të fituar simpati dhe para. Këto gënjeshtra ishin kaq të ndyra, kaq të pabaza, saqë çdo njeri me mendje të shëndosh do t'i injoronte. Por në një shoqëri ku xhelozia dhe urrejtja ishin më të forta se e vërteta, edhe gënjeshtrat më absurde gjenin besim. Miqtë e Neshmijes u përpoqën ta mbronin, por zëri i tyre humbi në zhurmën e propagandës. Ajo ishte e vetme, e rrethuar nga armiq të padukshëm që sulmonin nga hija. Një mëngjes Neshmia mori një letër që e bëri të ngrinte. Ishte nga një grua që pretendonte se ishte motra e një studenti që Neshmia kishte ndihmuar. Letra thoshte: Zonja Pachrami, gjalli im vdiq. Ai vdiq nga një sëmundje që ju mund ta kishit parandaluar nëse do të kishit dhënë më shumë para. Ju jepët vetëm sa të mjaftonin për bukë, por jo për ilaçe. Tani ai është në varr dhe gjaku i tij është në duart tuaja. Nexmia e lexoi letrën 3 herë, duke u përpjekur të kuptonte nëse ishte e vërtet apo një gënjeshtër e orkestruar.
Ajo kontrolloi listën e saj të studentëve, por nuk gjeti asnjë emër që përputej me përshkrimin. Kuptoi se ishte një sulm i planifikuar, një përpjekje për ta bërë të ndjehej fajtore për diçka që nuk ishte bërë. Por edhe duke e ditur këtë, fjalët e lënduan. Sepse çdo nën, edhe kur e di se nuk është fajtore, ndje dhimbjen e humbjes së një fëmije. Ajo vendosi të mos u përgjigjte. Në vend të kësaj, shkroi një letër për studentët e saj, një letër që do të lexohej vetëm pas vdekjes së saj. Në të, ajo shkruante: Fëmijët e mi të dashur, kur të lexoni këtë, unë nuk do të jem më. Por dua që të dini se çdo cent që kam dhënë e kam dhënë me dashuri. Nuk kam qenë e përsosur, nuk kam mundur t'i shpëtoj të gjithë, por kam bërë gjithçka që kam mundur me atë që kam pasur. Nëse dikush ju thotë se unë kam qenë e keqe, se kam qenë egoiste, se kam qenë e pamjaftueshme, mos i besoni, sepse ju e dini të vërtetën, ju keni jetuar të vërtetën, dhe kjo është gjëja e vetme që ka rëndësi. Ajo e futi letrën në një zarf të vullosur dhe ja dha noterit me udhëzime që të hapej vetëm pas varrimit të saj. Ndërkohë në Prishtinë, fëmijët e Neshmijës po përballeshin me sfida të veta. Autoritetet kishin filluar të dyshonin për aktivitetet e tyre. Një ditë, policia bastisi shtëpinë ku mbaheshin takimet e tyre. Ata nuk gjetën asgjë ilegale, por mezazhi ishte i qartë. Po shikoheshin, po monitoroheshin, po kërcënoheshin. Agrën Kelmendi u thirr në një zyrë policie dhe u pjetua për orë të tëra. Kush ju financon? Kush ju organizon? Çfarë qëllimesh politike keni? Ajo përgjigj me të njëjtën përgjigje çdo herë. Ne jemi thjesht student që po ndihmojmë njëri tjetrin. Nuk kemi asnjë agjendë politike. Thjesht po ndjekim shëmbullin e një gruaje që na mësoi se si të duam. Por ata nuk e besuan. Ata e dinin se dashuria, kur organizohet, bëhet e rrezikshme, sepse dashuria krijon besnikëri që pushteti nuk mund ta kontrollojë. Pas bastisjes, grupi vendosi të ndryshonte strategji. Në vend që të mbaheshin takime të rregullta, ata do të vepronin individualisht, duke ndihmuar student në heshtje, pa u mbledhur, pa u koordinuar. Ishte një mënyrë më e sigurt, por edhe më e vetmuar. Çdo antar do të vepronte sipas dërgjegjes së vet, duke mbajtur gjallë shpirtin e Neshmijës në mënyrën e vet. Ishte një lëvizje e decentralizuar, e pashkatërueshme, sepse nuk kishte lider që mund të arrestohej, nuk kishte strukturë që mund të shkatërrohej. Ishte dashuri është dëruar në rezistencë, sakrificë është dëruar në revolucion. Një mbrëmje të dhjetorit, Neshmija u zgjua në mes të natës me një dhimbje në gjoks që e bëri të ulrinte. Reshep t'i ri ambulancën, por ajo e ndalloi. Jo, Reshep, nuk dua të vdes në spital, dua të vdes këtu, në shtëpinë tonë, në shtratin tonë, duke mbajtur dorën tënde. Ai qau, por respektoi dëshirën e saj. Ata qëndruan kështu, në errësirë, duke dëgjuar zhurmën e qytetit jashtë, duke ditur se koha po mbaronte. Neshmija foli me zë të dobët. Reshep, premtom diçka, kur të vdes, mos më bëj funeral të madh, mos lejo që ta ktej në një shfaqje politike. Thjesht më varos në heshtje me njerëzit që më kanë dashur vërtet. Ve tregoju botës të vërtetën. Tregoju se unë nuk kam qenë shenjte, kam qenë thjesht një grua që ka dashur. Reshep premtoi, edhe pse e dinte se do t'ishte vështirë, sepse bota nuk do ta linte Neshmijën të vdiste në heshtje. Bota do të përpiqej ta zotëronte, ta kontrollonte, ta shndërronte në një simbol që ajo nuk kishte dashur të ishte kurrë. Por pyetja që mbetet është, a do të arrinte Reshep ta mbante premtimin? A do të mund të mbrojë kujtesën e gruas së tij nga ata që do të përpiqeshin ta shtrembronin? Dhe çfarë do të ndodhte me fëmijët e Neshmijës? A do të vazhdonin ata punën e saj edhe në presion, edhe në kërcënim? Apo do të dorëzoheshin duke e lënë trashëgiminë e saj të vdiste bashkë me të? Në janar të vitit 1988, Neshmija Paqrami kalloi ditët e saj të fundit në një gjendje që luhatet mes ndërgjegjes dhe ëndrave. Trupi i saj ishte bërë kaq i dobët saqë nuk mund të ngrihej nga shtrati, por mendja ishte ende e qartë, ende e mbushur me kujtime dhe shqetësime. Çdo ditë vinin vizitor, miq të vjetër, kolegë artist, disa zyrtar që donin të shihnin ikonën kombëtare për herë të fundit. Por Neshmija i refuzonte të gjithë, përveç një grupi të vogël, studentëve që ajo kishte ndihmuar. Ata vinin një nga një, në orë të ndryshme, për të mos tërhequr vëmendjen. Çdo vizitë ishte një llëmtumir e heshtur, një moment i shenjtë ku fjalët nuk ishin të nevojshme. Ata thjesht uleshin pranë shtratit të saj, mbanin dorën e saj dhe qanin. Ve Neshmija, edhe në atë gjendje, gjente forcë për t'i ngushëlluar, u thoshte ajo. Një pasdite erdhi një vizitore që askush nuk e priste. Ishte një grua e re, rreth 30 vjeçe, e veshur thjesht, me fytyrë që duke e njohur, por që askush nuk mund ta vendoste. Ajo kërkoi të fliste me Neshmijën vetëm, pa Recepin, pa askënd. Recep ishte i dyshimt, por Neshmija insistoi. Kur mbetën vetëm, gruaja foli me zë të dridhur.
Neçmia e shikoi me sy të lodhur, por pa urrejtje. Pyeti ajo. Gruaja filloi të qante. Neçmia zgjati dorën dhe e preku fytyrën e gruas. Gruaja qau edhe më shumë dhe Neçmia e lejoi, sepse ajo e kuptoi se ato lot nuk ishin vetëm për të, por për të gjithë dhimbjen që urrejtja kishte shkaktuar, për të gjithë jetët që ishin shkatëruar nga frika dhe xhelozia. Pas largjimit të gruas, Neçmia ra në një gjumë të thellë. Në ëndër, ajo u gjet në një fushë të gjerë, plot me lule të bardha. Në mes të fushës ishte një pemë e madhe, me degë që arrinin deri në qiell. Në pemë ishin ullur qindra fëmijë, të gjithë duke buzëqeshur, të gjithë duke e pritur. Kur ajo u afroa, ata u ngritën dhe filluan të këndojnë. Ishte një këngë që ajo nuk e kishte dëgjuar kurrë, por që duke e njohur, sikur e kishte ditur gjithmonë. Fjalët ishin të thjeshta. Neçmia u zgjua me lot në sy, por me një paqe që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ajo e dinte se ëndra ishte një mesazh, një konfirmim se puna e saj nuk ishte qenë e kotë. Në ditët e fundit, Neçmia filloi të fliste për gjëra që askush nuk i kuptonte plotësisht. Ajo fliste për një. Reshap mendoi se ishte deliri i shkaktuar nga ilacet, por noteri e dinte më mirë. Ai erdhi një mbrëmje dhe solli me vete një zarf të madh. Brenda ishte gjithçka: dokumentet e shitjes së shtëpisë, të makinës, të mobiljeve. Gjithçka ishte gati. Gjithçka ishte ligjore. Fondi për studentët e Prishtinës do të krijohej automatikisht pas vdekjes së saj. Neçmia e nënshkroi dokumentin e fundit me një dorë që mezi lëvizte dhe pastaj buzëqeshi. Tha ajo. Në mbrëmjen e 28 janarit, Neçmia Paqrami mblodhi forcën e fundit dhe thiri Reshepin. Reshep nuk mund të fliste, thjesht e përqafoi, dhe ata qëndruan kështu derisa frymarrja e saj u bë gjithnjë më e ngadaltë, derisa zemra e saj, që kishte rrahur për kaq shumë njerëz, më në fund pushoi. Lajmi i vdekjes së Neçmies u përhap shpejt. Qeveria donte të organizonte një funeral shtetëror, me flamuj, me fjalime, me gjithçka që ajo kishte urryer. Por Reshep refuzoi. Ai mbajti premtimin e tij. Varrimi ishte i thjeshtë, i vogël, me vetëm 50 njerëz, familja, miqtë e ngushtë dhe studentët që ajo kishte ndihmuar. Nuk ishte kamera, nuk ishte gazetar, nuk ishte politikan. Ishte ashtu siç ajo kishte dashur, e heshtur, e dinjitetsme, e vërtet. Dhe kur arkivoli u ul në tokë, çdo person hodhi një lule të bardhë duke thënë një falënderim të heshtur. Por historia nuk mbaroi aty. Një javë pas varrimit, noteri publikoi testamentin. Kur njerëzit mësuan se Neçmia kishte shitur gjithçka për të krijuar një fond për studentët, reagimi ishte i ndarë. Disa e quajtën shenjte, të tjerë quajtën të çmendur, por e dinin të vërtetën. Ata organizuan një ceremoni përkujtimore në Prishtinë, ku qindra studentë mblodën për të nderuar kujtimin e saj. Dhe aty Agron Kelmendi lexoi një betim që të gjithë e përsëritën. Dhe kështu, edhe pse Neçmia Paqrami nuk ishte më, shpirti i saj vazhdoi të jetonte. Në çdo student që ndihmohej, në çdo vepër dashurie që bëhej në heshtje, në çdo zemër që zgjodhi të jap në vend që të marr. Ajo kishte vdekur, por dashuria e saj ishte e pavdekshme. Dhe kjo më në fund ishte fitoria e saj më e madhe. Por pyetja që na lë është, a do ta mbajmë gjallë këtë kujtim? A do të mësojmë nga shembulli i saj? Apo do ta harrojmë, ashtu siç kemi harruar kaq shumë heronj të tjerë, duke i lënë historinë e saj të zbehet në kohë? Zgjedhja është e jona, ve çdo ditë që zgjedhim të duam, çdo ditë që zgjedhim të japim, çdo ditë që zgjedhim të jetojmë për të tjerët, ne e mbajmë gjallë Neçmien. Ne e bëjmë dashurinë e saj të pavdekshme. Në një mëngjes pranvere të vitit 1990, gati 2 vjet pas vdekjes së Neçmies Paqrami, një arkivist i ri në Bibliotekën Kombëtare të Tiranës zbuloi diçka që e bëri të ngrinte. Ndërsa po katalogonte dokumentet të vjetra që ishin fshehur në një bodrum të harruar gjatë viteve të diktaturës, ai gjeti një dosie të trash me vull të kuqe që thoshte: brenda kishte qindra raporte survejimi, të gjitha të fokusuara në një person, Neçmia Paqrami. Çdo lëvizje e saj nga viti 1981 deri në vdekje ishte dokumentuar me detaje të frikshme. Kishte fotografi të saj duke hyrë në dyqanin e Arit. Kishte kopje të letrave që ajo kishte dërguar studentëve, të hapura dhe të lecuara para se të arrinin në destinacion. Kishte edhe një listë mrash të gjithë njerëzit që ajo kishte ndihmuar, me shënime pranë secilit. Por gjëja më të rënditse ishte një raport i fundit i datuar 3 ditë para vdekjes së Neçmies, ku një zyrtar i lartë kishte shkruar. Arkivisti e lexoi këtë me duar që i dridheshin. Ai kuptoi se Neçmia nuk ishte qenë thjesht e monitoruar. Ajo kishte qenë e shenjëstruar, e konsideruar si kërcënim jo për atë që kishte bërë, por për atë që përfaqësonte. Një dashuri që nuk mund të kontrollohej, një sakrifisë që nuk mund të bëhej propagandë, një heroizëm
që nuk kishte nevojë për miratimin e pushtetit. A ishte e mundur që ajo të kishte ditur se po shikoi kaq nga afër? A kishte jetuar çdo ditë duke ditur se çdo vepër dashurie po regjistrohej si një akt rebelimi? Dhe nëse e dinte, pse nuk ndall kurrë? Arkivisti, një gjallë i ri me emrin Erion, nuk mund ta mbante këtë sekret. Ai e kopjoi dosje në fshehtësi dhe ja dha një gazetar investigative që njihte. Gazetarja, një grua e guximshme me emrin Luana, filloi të hetonte. Ajo intervistoi ish zyrtar, gjeti dokumentet e tjera, foli me njerëz që kishin punuar në aparatin e sigurisë, dhe ngadalë, cop, ajo ndërtoi një mozaik të tmeshëm. Neshmia Pachrami nuk kishte vdekur thjesht nga sëmundja. Ajo kishte vdekur nga stresi i vazhdueshëm i persekutimit, nga frika e vazhdueshme se çdo gjë që bënte po përdorej kundër saj, nga pesha e dijes se po luftonte një betejë që nuk mund të fitohej. Mjekët që e kishin trajtuar në fshehtësi i kishin thënë qartë, Dhe ajo kishte zgjedhur të vazhdonte. Kishte zgjedhur të vdiste duke dashur, sesa të jetonte duke u friksuar. Kjo nuk ishte thjesht heroizëm, ishte një lloj martirizmi të vetëdijshëm, një sakrificë që ajo e kishte pranuar me sy hapur. Kur Luana publikoi artikullin e saj, reagimi ishte eksploziv. Njerëzit që kishin harruar neshmien papritur e kujtuan. Ata që kishin besuar gënjeshtrat papritur kërkuan të vërtetën. Dhe që kishin vepruar në heshtje për 2 vjet, papritur dollën në dritë. Agron Kelmendi dha intervistën e parë publike ku tregoi gjithçka. Se si neshmia i kishte shpëtuar nga uria, se si ajo kishte shitur arinë e saj, se si ajo kishte krijuar një lëvizje dashurie që tani kishte ndihmuar mbi 500 studentë. Ai tregoi edhe për takimin e fundit, për këngët që ajo kishte kënduar me zë të dobët, për fjalët e fundit që u kishte thënë. Kur intervista u transmetua në televizion, miliona njerëz e panë. Dhe për herë të parë, historia e plotë e neshmies u tregua jo si një përrall, por si një testament i gjallë i asaj që do të thotë të jetosh me qëllim. Por jo të gjithë ishin të lumtur me këtë zbulim. Ish zyrtarët që kishin persekutuar neshmien ishin ende gjallë, disa prej tyre në pozicione pushteti. Ata u përpoqen të mohonin, të minimizonin, të shtrembëronin të vërtetën. Një prej tyre, një burr i vjetër që kishte qenë drejtor i sigurisë, dha një intervistë ku tha: "Kur Agron dëgjoi këtë, nuk mund të heshte më." Ai shkroi një letër të hapur që u publikua në të gjitha gazetat. Letra e Agronit u bë virale. Njerëzit filluan të protestonin duke kërkuar që ish zyrtarët të kërkonin falje publikisht. Disa prej tyre u detyruan të jepnin dorëheqje. Të tjerë u tërhoqën nga jeta publike, të turpëruar dhe të izoluar. Por dëmi ishte bërë. Neshmia kishte vdekur pa parë drejtësinë. Ajo kishte vdekur duke menduar se bota e kishte harruar, se puna e saj kishte qenë e kotë. Dhe kjo ishte tragjedia më e madhe. Se një grua që kishte dhënë gjithçka, kishte vdekur duke menduar se nuk kishte dhënë mjaftueshëm. Por kishte edhe një zbulim tjetër, më personal dhe më tronditës. Recep Pachrami, që kishte jetuar në heshtje pas vdekjes së gruas së tij, vendosi të fliste për herë të parë. Ai thirrri Agronin dhe Luanën në shtëpinë e tij, një shtëpi të vogël ku kishte jetuar vetëm për 2 vjet. Atje ai nxori një kuti të vjetër metalike, të mbyllur me një dry që e mbante në një zingir rreth qafës. Ta ai me zë të tjerë. Ai e hapi kutin dhe brenda kishte një ditar, i shkruar me dorën e neshmies, që mbulonte vitet nga 1981 deri në 1988. Çdo faqe ishte plot me mendime, me thrikra, me shpresa. Kishte ditë ku ajo shkruante. Kishte ditë të tjera ku shkruante. Dhe kishte një hyrje të fundit, të shkruar 3 ditë para vdekjes. Kur Luana e lexoi diatrin, qau për orë të tëra. Ajo e kuptoi se neshmia nuk ishte qenë një shenjtë e largët, por një grua e vërtet, me frikra të vërteta, me dyshime të vërteta, me dhimbje të vërteta. Por ajo kishte zgjedhur të jetonte përtej frikës, përtej dyshimit, përtej dhimbjes. Dhe kjo e bënte historinë e saj edhe më të fuqishme, edhe më frymëzuese, edhe më të nevojshme për botën. Agron vendosi të publikonte diatrin me lejen e Reshepit. Kur u botua, u bë bestseller me njerë. Njerëzit e lexuan dhe pan veten në neshmie, pan frikrat e veta, dyshimet e veta, dëshiren e tyre për të bërë mirë, por edhe frikën se nuk do të mjaftonte. Dhe duke parë se neshmia kishte ndjerë të njëjta gjëra, por kishte zgjedhur të vepronte megjithatë, ata gjetën guxim për të vepruar edhe vetë. Filluan të krijohen grupe të reja, të frymëzuara nga shembulli i saj. Njerëz që ndihmuan të moshuarit, që ushqyen të pastrehet, që mësuan fëmijët falas. Dhe të gjithë e cuanin veten, edhe nëse nuk e kishin takuar kurrë. Ajo kishte bërë diçka që pak heronja rinj,
Kishte krijuar një lëvizje që jetonte përtej saj, që rriste përtej kontrollit të saj, që do të vazhdonte të rriste edhe kur emri i saj do të harrohej. Por pyetja që të gjithë po bënin ishte, çfarë do të ndodhte me fondin që ajo kishte krijuar? A do të vazhdonte të ndihmonte student? A do të rriste apo do të shkatërrohej nga korrupsioni dhe neglizhenca? Dhe çfarë do të ndodhte me ata zyrtarë që e kishin persekutuar? A do të përbaleshin ndonjëherë me pasojat e veprave të tyre? Apo do të vazhdonin të jetonin në rehati, ndërsa kujtimi i Neshmijes luftonte për të mbijetuar? Në vjeshtën e vitit 1991, 3 vjet pas vdekjes së Neshmijes, fondi që ajo kishte krijuar përballej me krizën më të madhe të tij. Noteri që kishte administruar fondin kishte vdekur papritur, dhe pas ardhësisë së tij, një burr i ri me lidhje politike filloi të bënte ndryshime që shqetësuan. Ai propozoi që fondi të bashkohej me një organizatë më të madhe qeveritare, duke argumentuar se kështu do të kishte më shumë burime dhe më shumë ndikim. Por agrondet të tjerët e panë menjëherë rrezikun. Nëse fondi kallonte nën kontroll shtetëror, do të humbte shpirtin e tij. Do të bëhej një mjet propagande ku ndihmoheshin vetëm ata që ishin politikisht të dëshirueshëm, ku emri i Neshmijes do të përdorej për qëllime që ajo nuk do t'i kishte miratuar kurrë. Ata vendosën të luftonin. Organizuan një fushat publike, duke mbledhur nënshkrime, duke dhënë intervista, duke treguar historinë e vërtetë të fondit. Luana shkroi një seri artikuj investigativ, duke zbuluar se noteri i ri kishte lidhje me ish zyrtarët që kishin persekutuar Neshmijen. Ajo zbuloi se kishte një plan të fshehtë për të marrë kontrollin e fondit, për ta zhdërruar në një burim parash për njerëzit e tyre, për ta fshirë trashëgiminë e Neshmijes në brenda. Kur këto zbulime u publikuan, opinioni publik u zemrua. Njerëzit dollën në rrugë duke mbajtur fotografitë e Neshmijes, duke kërkuar që fondi të mbetej i pavarur, që të administrohej nga njerëzit që ajo kishte besuar, që të vazhdonte misionin e saj të vërtetë. Presioni publik funksionoi. Noteri i ri u detyrua të jepte dorëheqje, dhe administrimi i fondit kalloi në duart e një bordi të përbërë nga fëmijët e Neshmijes dhe ekspertë të pavarur. Për herë të parë, fondi kishte një strukturë të qëndrueshme, transparente, që nuk mund të manipulohej nga pushteti. Dhe për herë të parë, emri i Neshmijes u përdor jo si një simbol i kontrolluar, por si një frymëzim i lirë, i hapur për të gjithë ata që donin të ndiqnin shembullin e saj. Por fitoria kishte një çmim. Agron Kelmendi, që kishte qenë udhëheqësi i heshtur i lëvizjes, filloi të merrte kërcënime. Telefonata në mes të natës, letra anonime, njerëz të panjohur që ndiqnin në rrugë. Një natë, ndërsa po kthehej në shtëpi nga një takim i bordit, u sulmua nga 2 burra me maskë. Ata e rrahin keq, duke i thënë, "Kjo është paralajmërimi i fundit, ndalloje, ose herën tjetër nuk do të jesh kaq shfatllum." Agron përfundoi në spital me kocka të tyjera dhe organe të dëmtuara. Por kur gazetarët erdhën ta intervistojnë, ai tha diçka që i bëri të gjithë të qanin. Neshmija jetoi me frikë çdo ditë, por nuk u ndall kurrë. Nëse unë ndalloj tani, do të jem tradhtari i kujtimit të saj. Kështu që do të vazhdoj derisa të mos kem më frym, ashtu siç bëri ajo. Historia e sulmit ndaj Agronit u bë lajm ndërkombëtar. Organizatat të drejtave të njeriut filluan të interesohen. Presioni ndërkombëtar u shtua mbi qeverinë shqiptare për të hetuar dhe për të mbrojtur aktivistët që po vazhdonin punën e Neshmijes. Dhe ngadalë, situata filloi të ndryshonte. Ata që kishin urdhëruar sulmin u identifikuan dhe u arrestuan. Disa prej tyre ishin ish zyrtarë që kishin persekutuar Neshmijen, që tani po përpiqeshin të fshinin gjurmët e tyre, duke eliminuar ata që po zbulon të vërtetën. Gjatë gjykimit u zbulua një vërtet tjetër trënditse. Një nga të akuzuarit, një ish oficer sigurie me emrin Petri Doda, vendosi të fliste. Ai tha: "Po, ne e monitoruam Neshmijen Paqrami. Po, ne u përpoqëm ta ndalonim. Por jo sepse ishte kriminele, sepse ishte e rrezikshme. Ajo po tregonte se qeveria jon po dështonte. Ajo po tregonte se një grua e vetme, me zemrën e saj, mund të bënte më shumë se një aparat i tërë shtetëror. Dhe kjo na bënte të dukeshim të padobishëm. Kështu që vendosëm ta shkatëronim, jo fizikisht, por moralisht, duke përhap dënjeshtra, duke krijuar dyshime, duke izoluar. Dhe funksionoi. Ajo vdiq e vetmuar, e dyshuar, e lodhur. Dhe ne menduam se kishim fituar. Por gabuam. Sepse dashuria që ajo mbolli nuk vdiq me të. Ajo u rrit, dhe tani po na gëlltit." Deklarata e Petrit Doda u regjistrua dhe u transmetua në të gjithë vendin. Ishte një rrëfim publik, një pranim e faji që rrallë ndodh, dhe për fëmijët e Neshmijes ishte një moment shlierje. Më në fund e vërteta ishte thënë. Më në fund, ata që kishin bërë keq po përbaleshin me pasojat. Më në fund, Neshmija po merrte drejtësinë që meritonte, edhe pse ishte shumë vonë për të e parë. Por drejtësia nuk ishte e plotë.
Shumë prej atyre që kishin persekutuar Neçmien kishin vdekur pa u ndëshkuar. Të tjerë jetonin ende në rehati, me pasuri të grumbulluara nga korrupsioni, me familje që gëzonin privilegje që Neçmia nuk I kishte pasur kurrë. Dhe kjo ishte një kujtesë e hidhur se bota nuk është gjithmonë e drejtë, se të mirët nuk gjithmonë fitojnë, se sakrifika nuk gjithmonë shpërblehet. Por fëmijët e Neçmies nuk u dorëzuan. Ata e dinin se drejtësia e vërtet nuk vjen nga gjykatat, por nga kujtesa. Nga fakti se emri I Neçmies do të mbetej I pastër, ndërsa emrat e persekutuesve të saj do të harrohen ose do të përmendeshin me turp. Në pranverën e vitit 1992, 4 vjet pas vdekjes së Neçmies, u organizua një ceremoni përkujtimore në Prishtinë. Ishte një ngjarje e madhe me mijëra pjesëmarrës, ku u zbulua një statuje Neçmies në sheshin kryesor të qytetit. Statuja e tregonte jo si një yll të shkëlqyer, por si një grua të thjeshtë, duke mbajtur në duar një copë bukë, duke ja dhënë një fëmijë. Ishte një imazh I thjeshtë, por I fuqishëm, që kapi thelbin e asaj që ajo kishte qenë. Në ceremoninë e zbulimit, Agron Kelmendi, ende me shenja të sulmit në fytyrë, foli përpara turmës. Neçmia Paqrami nuk ishte shenjte, ajo ishte njeri. Ajo kishte frikra, dyshime, dobësi. Por ajo zgjodhi të jetonte për te tyre. Ajo zgjodhi të donte kur bota e urrente. Ajo zgjodhi të jepte kur bota meshte. Ajo zgjodhi të jetonte për të tjerët kur bota jetonte vetëm për veten. Dhe për këtë, ajo është heroin jon, jo sepse ishte e përsosur, por sepse ishte e vërtet. Kur Agron mbaroi, turma shpërtheu në duartrokitje që zgjatën 10 minuta. Njerëzit qanin, përqafoheshin, ndanin kujtime. Dhe në atë moment, Neçmia nuk ishte më thjesht një emër në librat e historisë. Ajo ishte një prezencë e gjallë, një frymëzim që prekje zemrat, një forcë që ndryshonte jetë. Dhe fëmijët e Neçmies e dinin se puna e tyre nuk ishte mbaruar. Ajo sapo kishte filluar. Por pyetja që mbetet është, a do të vazhdoj kjo? A do të jetë brezi I ardhshëm po aq I përkushtuar? A do të mësojnë fëmijët e sotëm për Neçmien, apo do të harrojnë, të shpërqendruar nga bota moderne, nga teknologjia, nga egoizmi që po përhapet si epidemi? Dhe nëse harrojnë, çfarë do të humbim? Jo vetëm një histori, por një mënyrë jetese, një vizion për atë që do të thotë të jesh njeri. Në vitin 2000, 12 vjet pas vdekjes së Neçmies Paqrami, bota kishte ndryshuar në mënyra që ajo nuk do t'i kishte imagjinuar dot. Interneti kishte shpërthyer duke lidhur njerëzit në mënyra të reja, por edhe duke I izoluar në mënyra të reja. Kapitalizmi I egër kishte pushtuar Shqipërinë dhe Kosovën duke sjell pasuri për disa, por edhe varfëri më të thellë për shumë. Dhe në këtë botë të re, historia e Neçmies rrezikonte të harrohej, të zhdukte në zhurmën e informacionit të pafund. Por nuk e lejuan. Ata krijuan një faqe interneti ku dokumentuan gjithçka: fotografit, letrat, diatrin, intervistat, gjithçka. Ata krijuan një dokumentar që u shfaq në festivale ndërkombëtare dhe fitoi çmime. Ata shkruan libra, organizuan konferenca, mësuan në shkolla. Dhe ngadalë, historia e Neçmies filloi të përhapej përtej Shqipërisë dhe Kosovës. Njerëz në Itali, në Gjermani, në Amerikë filluan ta mësonin për të. Dhe shumë prej tyre u frymëzuan për të bërë diçka të ngjashme në komunitetet e tyre. Një nga historitë më prekse erdhi nga një grua në New York, një emigrante shqiptare me emrin Mirella, që kishte lexuar për Neçmien online. Ajo shkroi një letër për Agronin. Kur Agron e lexoi këtë letër, kuptoi se Neçmia kishte fituar, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në Kosovë, por në botë. Dashuria e saj kishte kalluar kufit, kishte kalluar kohën, kishte kalluar vdekjen. Ajo ishte bërë një forcë universale, një dëshmi se njerëzimi ende ekziston, se sakrifika ende ka vlerë, se dashuria ende mund të ndryshojë botën. Por kishte edhe sfida. Fondi që Neçmia kishte krijuar tani po ndihmonte mbi 1000 student në vit, por kërkesa ishte shumë më e madhe. Kishte dhjetra mijëra student që ende jetonin në varfëri, që ende luftonin për të mbijetuar. Dhe dinin se nuk mund t'i ndihmonin të gjithë. Kjo ishte një barë e rëndë, një ndjenjë dështimi që I mundon të gjithë ata që përpiqen të bëjnë mirë në një botë plot me nevojë. Një ditë Agron, që tani ishte një burr I moshuar me flokë të thinjur, u pyet nga një gazetar I ri. Zoti Kelmendi, a mendoni se keni bërë mjaftueshëm? A mendoni se Neçmia do të ishte krenare? Agron mendoi për një kohë të gjatë para se të përgjigjej. Nuk e di nëse kemi bërë mjaftueshëm. Nuk e di nëse dikush mund të bëjë mjaftueshëm në një botë me kaq shumë dhimbje. Por e di se kemi bërë diçka. Kemi mbajtur gjallë një dashuri që mund të kishte vdekur. Kemi treguar se sakrifika nuk është e kotë.
Kemi dëshmuar se një jetë e jetuar për të tjerët është një jetë që vlen. Dhe nëse neshmia mund të na shihte tani, mendoj se do të buzëqeshte. Jo sepse kemi qenë të përsosur, por sepse kemi vazhduar, sepse nuk jemi dorëzuar, sepse kemi dashur edhe kur ka qenë e vështirë. Në vitin 2020, 22 vjet pas vdekjes së neshmies, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Recep Pachrami, që kishte jetuar në heshtje për dekada, vendosi të fliste për herë të fundit. Ai thirri agronin dhe i tha: "Kam diçka që duhet ta dish, diçka që neshmia nuk donte që ta dinte askush, por që mendoj se tani duhet të dihet." Ai nxori një letër të vjetër të shkruar me dorën e neshmies, të datuar një javë para vdekjes së saj. Letra thoshte: "Recep, nëse po lexon këtë, do të thotë se unë jam larguar, dhe dua që të dish se sekreti më i madh i jetës sime nuk ishte ari që shita, ishte dashuria që mora, dashuria jote. Ti më dhe hapësirën për të qenë vetja ime, ti nuk më gjykove, nuk më ndallove, nuk më bëre të ndihem e vogël, dhe për këtë, unë të jam mirënjohëse për gjithmonë. Çdo student që ndihmova, çdo jetë që shpëtova, ishte e mundur sepse ti më dhe forcën për ta bërë. Kështu që nëse dikush më quan heroin, ata duhet që më lejoj të fluturoj, edhe kur bota po përpiqej të më rrëzonte." Kur agrone lexoi këtë çau, ai kuptoi se historia e neshmies nuk ishte vetëm për një grua të vetme, ishte për një partneritet, për një dashuri që mundsoi heroizmin, për një burr që zgjodhi të mbështeste në vend që të kontrollonte. Dhe kjo ishte një mësim tjetër që bota kishte nevojë ta dëgjonte. Se pas çdo gruaje të fortë ka një partner që e mbështet, se dashuria e vërtet nuk është zotërim, por liri. Recep Pachrami vdiq 3 muaj pas asaj bisede, në moshën 92 vjeç. Ai u varos pranë neshmies, në një ceremoni të thjeshtë, ashtu siç kishte dashur. Dhe në gurin e tij të varrit, fëmijët e neshmies gdhëndën një frazë që ai kishte thënë një herë: "Unë nuk isha heroj, unë thjesht e dashurova heroinën." Sot, në vitin 2022, 34 vjet pas vdekjes së neshmies Pachrami, emri i saj është bërë legjendë. Por jo lloji legjendës që harrohet, që bëhet mit i largët. Është një legjendë gjallë që frymëzon veprime konkrete çdo ditë. Fondi që ajo krijoi tani ka ndihmuar mbi 10.000 studentë. Disa prej tyre janë bërë mjek, inxhinier, mësues, artist. Të tjerë kanë krijuar biznese që punsojnë qindra njerëz. Dhe pothuajse të gjithë kanë vazhduar traditën, të ndihmojnë të tjerët, të japin papritur asgjë në këmbim, të jetojnë me qëllim. Fëmijët e neshmies tani janë një organizat me mijëra anëtar në të gjithë botën. Ata nuk janë vetëm shqiptar, ka italian, gjerman, amerikan, njerëz nga çdo cep i botës që kanë dëgjuar historinë e neshmies dhe janë frymëzuar për të bërë diçka të ngjashme. Çdo vit, në 28 janar, ditën e vdekjes së saj, ata organizojnë ditën e neshmies, ku njerëzit në të gjithë botën bëjnë një vepër dashurie në ndër të saj. Disa ushqejnë të pastret, të tjerë vizitojnë të moshuarit në shtëpi pleq, të tjerë japin gjak, dhurojnë rroba, mësojnë fëmijë fallas. Është një lëvizje globale e decentralizuar e pashtrueshme, sepse nuk ka lider që mund të arrestohet, nuk ka strukturë që mund të shkatërohet. Është dashuri e zhdëruar në veprim, sakrificë e zhdëruar në traditë. Por çfarë ndodhi me ata që persekutuan neshmien? Shumica vdiqën në harres. Emrat e tyre janë përmendur vetëm në kontekstin e turpit, si shëmbujt asaj që nuk duhet bërë. Fëmijët e tyre jetojnë me barën e dijes se prindrit e tyre ishin në anën e gabuar të historisë. Disa prej tyre kanë kërkuar falje publikisht duke u bashkuar me fëmijët e neshmies për të shpërblyer për mëkatet e prindërve. Të tjerë kanë zgjedhur heshtjen duke jetuar me turpin që nuk mund ta shprehin. Dhe çfarë ndodhi me arin e neshmies? Ai nuk u gjet kurrë. Copat që ajo shiti u shpërndan në duart e njerëzve të ndryshëm, u shkrir, u rishitën, u humbën në rrjedhën e kohës. Por në një kuptim metaforik, ari i saj nuk humbi. Ai u shndërua në diçka më të çmuar, në jetë, në shpresë, në dashuri. Çdo student që ajo ndihmoi ishte një copë e arit të saj, e shndëruar në formën më të lartë të vleshtë njerëzore. Historia e neshmies Pachrami na mëson se heroizmi i vërtet nuk është në veprat e mëdha publike, por në sakrificën e heshtur. Nuk është në lavdin që merret, por në dashurinë që jepet. Nuk është në atë që mbetet pas nesh në formë materiale, por në atë që mbetet në zemrat e njerëzve që kemi prekur. Ajo na mëson se një jetë e jetuar për të tjerët është vetë një jetë që vërtet ka kuptim. Se dashuria është forca më e fuqishme në univers. Se sakrifika nuk është humbje, por investimi më i mirë që mund të bëjmë. Por historia e saj na le edhe me një pyetje të hapur, një sfidë për secilin prej nesh.
çfarë do të bëjmë ne? A do të jetojmë vetëm për veten, duke grumbulluar pasuri që do të na mbijetojë vetëm për një gjenerat? A do të kërkojmë vetëm lavdi, njohje, sukses që do të harrohet sapo të vdesim? Apo do të zgjedhim rrugën e neshmijës, do të zgjedhim të japim, të duam, të sakrifikojmë, duke ditur se kjo është vetëm mënyrë që jeta jon do të ketë kuptim të vërtet. Zgjedhja është e jona. Çdo ditë, çdo moment, çdo veprim është një mundësi për të zgjedhur. Dhe nëse zgjedhim dashurinë, nëse zgjedhim sakrificën, nëse zgjedhim të jetojmë për të tjerët, atëherë ne bëhemi pjesë e trashëgimisë së neshmijës. Ne bëhemi fëmijë e neshmijës, edhe nëse nuk e kemi takuar kurrë, edhe nëse nuk kemi dëgjuar për të deri sot. Sepse dashuria nuk njeh kufi, dashuria nuk njeh kohë, dashuria është e pavdekshme.